por e vërteta është se këto janë mandate kallp kryesorët, sepse Ergyll Sagasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar, ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3. Nuk e di cili. Nuk mund vetë dorën në zjarr, se cili është. Po këta kanë qenë njerëzit me konfident të tij. Ergyll Sagasi, që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çels, Elvis Doçin, Xhevdet Troplinit dhe bandave tjera, pra, histori si kjo nuk do të gjeni as në romane, as në filma. Ju garantoj. Është larguar, thash, koka tjetër e mafjes, se kopshtit privat të Edi Ramës, Ermal Beqiri, edhe ai.